Medreseja Alaudin në Prishtinë është një nga institucionet më të njohura arsimore dhe fetare në vend, që nga themelimi i saj në vitin 1951 nga Bashkësia Islame e Kosovës, ajo ka luajtur rol kyç në edukimin e kuadrove fetar dhe intelektual, duke qëndruar si pikë referimi për traditën dhe dijen islame në vend. Arsimimi islam në trojet shqiptare ka një histori të gjatë. Ai filloi me ndërtimin e xhamive e më pas me hapjen e mektepeve e medreseve. Medreseja më e vjetër është ajo e Isabeut në Shkup, para vitit 1411, ndërsa në Kosovë më e hershmja është themeluar në Vushtrri gjatë viteve 1424-1425. Më vonë, sidomos gjatë shekullit 19 dhe 20, në Kosovë ushtua numri i medreseve në qytete të ndryshme, ku mësonin një numër i madh i nxënësve. Pas luftës së dytë botërore, ato u mbyllën për shkak të sistemit politik, por fal përpjekjeve të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe udhëheqësve të saj. Në vitin 1951 u rihap medreseja e ulët shqiptare e quajtur në atë kohë, e cila vazhdon punën edhe sot, si medreseja mesme Alaudin, me paralelet e saja në Prizren dhe Gjilan. Gjatë dekadave të para, medreseja u përball me sfida të mëdha, përfshirë presionin e regjimit komunist, i cili shpesh kufizonte veprimtarinë fetare, por ajo asnjëherë nuk u shkëput nga zhvillimet shoqërore e politike, përkundrazi qëndroi pjesë e pandashme e fatit të popullit. Në vitin 1950 është marrë vendimi për themelimin e medresesë. Në të vërtetë, kësaj medreseje, para luftës së dytë botërore, i kanë parapri shumë medrese të cilat aso kohë kanë ekzistuar në Kosovë. Të pakta kanë qenë ato qytetet Kosovës të cilat nuk kanë pas medrese. Madje, edhe ato që nuk kanë pas medreset mirëfillta, kanë pas mektebe, ku kanë mësuar nxënësit rreth çështjeve fetare islame. Medreseja ka filluar saktësisht me datën 1 nëntor të vitit 1951. Ka pas nxënës kryesisht nga Kosova dhe Sanxhaku. 50 kanë qenë gjithsesi të regjistruar në vitin e parë të asaj medreseje. Kur është pranuar gjenerata e parë në medresejën e ulët, gjenerat tjetër nuk është pranuar derisa kjo gjenerat të mos e ketë përfunduar mësimin. Kur e kanë përfunduar kjo, është pranuar gjenerata e dytë. Por nga viti 1962, domethënë në shtator të vitit 1000, kur fillon viti shkollor, aso kohe, atëherës është bërë shkollë e rangut të mesëm. Që nga ai vit e deri më sot, medreseja lirisht mund të them se është shkolla më mirë e mesme, jo vetëm në Kosovë, po edhe më larg. Gjenerata jeme, kur më rini në klasën e 4, u reformimi i medreseve. Medresa ka qenë Sarajeva dhe Prishtina, dhe këtu ka pas medrese. Edhe me atë reformim, medresja e Prishtinës u ngrit në rang të shkallës medreses mesme. Edhe atër ka marrë emrin medresja mesme Alaudin. Deri atër nuk ka qenë medresja e ullët. Në reditarin e parë medresja e ullës shqiptare, në vitet e ma vonshme nuk ka ekzistu më kjo thirrje. Është vetëm në fillim. Mandej ka qenë vetëm medresja e ullët Prishtinë. Po në vitin 62-63 u bom atë medresja e mesme, atër u bom medresja e mesme Alaudin. Gjenerata që kishëm kryer në medresen e ullët, shumica vazhduan, jo të gjithë, disa shkuan në shkolla tjera, se plotësuan klasën e 8 fillore edhe u orientuan. Dikush shkojnë shkollë ekonomike, dikush shkojnë shkollë normale, ka qenë atëherë. Drejtori i parë i medreses ka qenë Ahmet Efendi Mustafa. Ai na zgjonte në sabah me të spih, ju binte të dritareve, fjetoreve tonë dhe qanin, por ka pas pak problem
me marrjen e abdestit, ke marrë abdest jashtë. Kon një pumpë me dorë, cila nxjerrë ujë me dorë, dhe dimnit kur ka qenë acar, borë, akull, ka qenë mjaft në vështirë, po nuk e kemi ndërprej atë traditë. Medreset kanë luajtur rol të madh në zhvillimin arsimor, kulturor dhe fetar të shqiptarëve, duke përhapur dije në shumë fusha. Në një kohë ku mungesa e librave dhe kushtet ekonomike ishin sfidë e përditshme, medresantët nuk u ndalen, ata vazhduan me përkushtim e dashuri për dijen. Përballë çdo vështirësie, qëndronin mësuesit, gjithmonë në nivel të detyrës së tyre, me përgjegjësi të plotë. Në fillimet e para, sfidë jashtëzakonisht e rëndë, edhe një barierë shumë e rëndë për nxënësat e medresesë, po mbas edhe për kuadrin pedagogjik ka qenë mungesa e doracakëve, mungesa e librave shkollor të cilët i mësonin. Tek nga vitet e 10-ta kanë filluar të bëhen skriptet për nxënësit, fillimisht nga lënda e akaidit, më pastaj edhe ahlakut, e fikut, e kështu me radhë. Ndërkohë tash, që ne ka ndryshuar krejtësisht, sa që nuk ka lëndë për të cilën nuk ka tekst në gjuhën shqipe. Në kohën time kemi përdor gramatikën e quhenim gramatikën e gjuhës arabe Sikiriqit, të Bosnës, ajo përdoren në Bosnë, po atë e përdorim edhe ne. Arsimtarët me të cilat na jemi marrë gjatë ditës, jashtëzakonisht kanë qenë në nivel të detyrës së tyre. Po e përmendi në fillim Bajram Efendi Aganin, i cili aso kohë ka qenë kryetari i Kryesisë Bashkisë Islame, ka qenë drejtori i medresesë, ka qenë Ahmed Mustafa i Mitrovicës, gjithashtu drejtori i medresesë, kanë dhënë lëndët kryesore fetare, kanë dhënë këta, ka qenë më pas Hasan Efendi Nahi, Sherif Efendi Ahmeti, Rashid Efendi Osmani, Sadri Efendi Presreshi, Muharrem Efendi Adili, e shumë të tjerë, derisa kanë filluar nga viti 1972 e tutje të fillojnë të vinë në medrese nxënësit e vetë medresesë. Ajo periudhë kohore ka qenë, si me thonë një farë mënyrë, ka qenë mjaft kështu e çuditshme, edhe është e veçantë. Atmosfera shoqërore e përgjithshme, anti-islame, nevojat për kuadra, nevojat për zbrazëshin kuadrat, mbas luftës dytë botërore, mbetëshin xhamijat, pa shërbim të imamëve, ka qenë rritje, atmosfera disponimi ka qenë anti-islam. Ajo ka ndiku keq, ka pas ndikim të keq, edhe nuk ka qenë fort lehtë, po është përballu, sepse ti është nxënës i medresës në vitin 60, bidet mund ta bi deri në vitin 90, medresja është shiku me një sy hiq të mirë. Sidomos në atë fillimat, që tash ne që kemi qenë gjeneratët e vitit 60 dhe 70 këndej. Janë dallu edhe i kanë shiku me një sy, si me thanë, antipatik medreses, që ka lip medrese ky, i ka kalu koha medreses. Megjithatë, unë nuk i kam vënë vesh shumë asaj atmosfere, kanë qenë kushte jo të mira, natyrisht koha ka qenë ashtu. Unë medrese nuk kam gjetë ka ashtë, por kanë qenë ata dyshekët tjirë, që ishin ata krevetët e hekrit, dhe më thonë ashtë ka qenë jo, tash pak vështirë dikur t'i kuptoj ata, po ne qashtu e kemi pas, edhe kanë qenë mandej ata vendet që fleshim ne, ashtë dasht kush ishin ma të vogël, me flet nga 2 vetë në krevet, ishin ma të vogël. Ta duken pak për çudi, po ishte ashtu, ushqimi ka qenë në rregull, po i kufizu, natyrisht edhe buka ka qenë nda me kufizume, një buk ka nda në 4, dikujt i ka mri, dikujt si ka mri, po kryesorja me qëta kemi vazhdu. Ushqimi ka qenë, ka pas një farë rregulli ushqimi, kur tash mund t'jeni mësi, ata 2 herë javët ka pas ambëlsi. Programi i medresës ka qenë mjaft i ngarkuar, sepse mësonim edhe gjuhët, dhe më thonë edhe lëndët
e shkollave tjera si matematika, historia, geografia, kem pas fiskultur, kem pas edhe lëndët fetare. Dhe më thonë, edhe mësimi ka qenë mjaftim ngarkuar, çdo ditë kem pas prafërsisht 6 deri në 7 orë nditje. Dhe më thonë, para dite edhe mas dite, ka 2-3 orë. Qoftë se i krahason me kushtet që i kanë sot, ose para bile edhe ma herët, kanë qenë kushtet vështira shumë. Por na kanë rryer, na kanë rryer, na kanë përgatitur si jeta nuk është lojë, po është vështirësi. Përveç misionit të saj fetar, medresia ka luajtur rol thelbësor në ruajtjen e identitetit, kulturës dhe vlerave kombëtare. Brenda ambienteve të saj janë mbajtur 1230 mbledhje dhe takime të rëndësishme shtetërore dhe konsultime midis institucioneve që e kthyen atë në një qendër vendimarrjeje dhe bashkëndimi për çështje kombëtare. Ti je drejtori i medreses në vitin 95, vërtet ka qenë një sfidë e kohës. Se thjesht, ndoshta më spaku është punuar në atë për çka e përcaktuar. Kasarethanat, të cilat ishin atëherë në Kosovë, bën që drejtori me tërë stafin e vet të punoj punë edhe më madhore se ato të cilat i përcaktonte atëherë vetë statuti i medreses që e gëzonte në atë kohë. Them kështu bazuar në atë që medreseja ka dhënë në veçanti për vitit 89 e këndej. Po them se vitin 95, 96, 97, 8, edhe 9, ishin vite ku, po edhe vitet përpara, në veçanti po flas për kohën time si drejtor, ishin vite ku medreseja vërtet kishte hapur krejtë e saj, kishte shtri dorën e ndihmës, dhe ishte vë në shërbim të çështjes kombëtare, duke mos harruar asnjëherë atë fetare, me tërë potencialin e vet ishte vë në shërbim të kombit të dheut të vatanit. Aty, në medrese, mbanin me qindra tubime të karaktereve të ndryshme. Më kujtohen, kemi edhe dokumentet shumëta, se këto vite ishin vite me përplot aktivitet. Aty mbashin aktivitetet e spektrit politik, aktivitete në fushën e arsimit, aty defilonin pothuajse gjitha institucionet atëherë të Kosovës, duke filluar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve, Instituti Albanologjik, Instituti Historisë, Ministria e Arsimit, pra cila ishte në Exelmir, po funksionante edhe këtu tek ne në Kosovë. Pra, medreseja ishte në shërbim të përditshëm dhe në punës të saj ishin në shërbim të përditshëm të çështjes. Aty mbajt kongreset shumëta, seminaret shumëta, sesione shkencore të shumëta, kongreset shumëta si të aspektin shkencor, historik, politik. Aty kanë defiluar kokat më të ngritura të ditura të kombit shqiptar, ku është biseduar për ardhmërinë e vendit, për shtirimin e vendit. Në krye të Bashkisë Islame në atë kohë ishte Recep Boja, i cili kuptohet që me një mençuri jashtëzakonisht të madhe ka udhëhequr Bashkinë Islame. Isha edhe unë në medrese dhe bashkarisht kemi punuar për shtirimin e vendit. Mu më kujtohet se neve ishim mrena dhe për rreth medreses do autoblinda të cilëve ju shkruan të i kam parë vetë me sytë e mi banda 1, banda 2. Mërë me mend, shkruhet banda 1, banda 2, banda 3. Kështu ishin dhe vishin disa herë në ditë sileshin për rreth medreses. Për të fut frikë tek ne, të unë si drejtor dhe të gjithë profesorët, personeli, mirë po dhe të nxënësit. Neve kishim një frikë shumë të madhe për nxënësit nga se ishin në konvikt. Dhe unë frikosha se do të hynë natën dhe Zotin na ruaj me masakrojnë nxënësit. Ishte një ndjenjë me të vërtet shqetësuese dhe ishte shumë reale dhe ishte me vend, mirë po një gjë duhet ditur se po të kishin të hynë medrese ashtu, sikur që nuk do të dilnin shumë letë. Ata do të na mundnin, mirë po jo bash letë. Sepse medresja ka qenë e përgatitur edhe qëndroj, pra është fjala personeli.
ka qenë edhe i pajisur me disa armë të lehta, që në rast nevoje të shkrepin se nuk do të ka mundësi që të hyjet ashtu gjita nalt në konvikt, Zoti na ruaj për të masakruar nxënëse që fëmijët që familjet tona na ishin lënë amanet neve. Na jemi përgatitur edhe atëherë që në rast nevoje të qëndrojmë atë, të bim dëshmor, shahid nëse ly vend ama nxënësit nuk gëzojnë të preken. Medreseja ka kontribue në aspektin kombëtar ma shumë se çdo shkollë tjetër e mesme në Kosovë. Dhe këte e thomë me gojën plot, me mburje, me krenari, sepse janë fakte të cilat një gjati e dëshmojnë. Nuk u puna vetëm me mbajtjes e mbledhjeve. Në medrese ka qenë parapame të mbahet mbledhja e parë e kuvendit të Republikës së Kosovës. Një ditë para se të mbahet mbledhja e kuvendit, vjen një grup i madh i policëve, milicisë atëhershme të Serbisë, e rrethojnë medresen në mënyrë të hekurt. Frike jone ka qenë se kej pas mrenda një 2-3 punëtorë. E frigoheshim mos po i vrasin, mos po i... Në vitet 1980-90, vitet të vështira për vendin, Bashkësia Islame e Kosovës e në kuadër të saj edhe Medreseja Alaudin nuk qëndruan indiferente ndaj sfidave që po kalonte populli. Si një institucion kyç i shoqërisë kosovare, Bashkësia Islame e Kosovës ofroi mbështetje të pakursyer për ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe për zonat e luftës, duke siguruar ndihma humanitare, mjete mjekësore dhe materiale të tjera të nevojshme. Medreseja ishte një hambar, ishte një vend prej ku furnizohej uçkëja në ushqim dhe nevoja të tjera. Njëherë po e përmend një rast kur në Prishtinë kishin ardhur një 5-6 ushtar të plagosur rënd. Kujtohet kjo ditë. Ka fundi vitit 98, dhe të urën në medrese erdhen Flora Brovina, e cila është gjallë, e cilën e përshëndes, që ka qenë një aktiviste, një kontribuese jashtëzakonisht e madhe me doktor Eminin. Dhe Emin Kabashi është fjala, jo mjek, për doktor shkence, që edhe ai ka kontribuar shumë këtë drejtim. Erdhen të unë dhe më thanë se gjendja është shumë e keqe. Dhe më njëherë dolëm nga medreseja dhe shkum në kodër diellit, ka qenë ambulant, duket jeta e kanë quajtur në atë kohë. Dhe shkova i pash, ata ishin keq ushtarë të plagosur. Aty kishte qenë ule dhe mjeku Basri Lenjani, cilin e përshëndes. Ende edhe ai është aktiv, punon. I thash, doktor, çfarë thotë, këta janë shumë keq, asnjë ilaç se kemi. Kemi zbrit të një të xhamia Madhës Muhaxherëve, ka qenë depo e materialit, domethënë ilaçeve, materiali shëndetësor, dhe ai më shkroi gjitha ilaçet Basileniani dhe ja dhash atë letër, thash 3 fishoj, gjitha këto ka 3 E di mu kanë bërë 8.200 marka gjermane ato ilaçe, kemi qenë, pse po e përmeni këtë rast, se kemi shku mas 5-6 dite, ushtarët kanë bërë më mirë dhe kanë shku. Ishte një gëzim shumë i madh, që ishim ne shkaktar në shërimin e tyre. Në anën tjetër, po përmendë një rast tjetër. Shkova në për disa rajone, i vizitova ushtarët dhe pash se nuk ishin mirë me mbathje. Disa ishin me disa patika që themi ne, disa mos hyjmë atutje. Ai më shqetësoi pa mas. Mua. Dhe i thash veti se duhet bërë diçka. Bisede sipër me kryetarin e këshillit të atëhershëm në Pej, zotrin Xhmedinin. Thash kështu bre, kështu është puna, thash mos ka bre dikush që vjen aty afër me rozhajen, me knej, me diçka me bë. Vallai thash një farë këtu një adem thash, që është si merret me tregtime ato anë. Thash ndoshta ai mund me kry punë, se i spjegova pse. Të nesër me të erdhën në medrese dhe i
thash me bo, a është e mundshme që sigurosh si qizme të ushtarëve, sepse keq janë ushtarët. Tha po 45 marka është një palë, mund t'i bëjmë Novi Pazar. Edhe, thash okej, edhe 50, dhe 100.000 pas kërkunja kësha dhanë. E di që pak para që i kemi pas, në atë kohën si drejtor i ka marrë 3 kolegë të mi, dhe kemi shku në Bodrum, kemi hek atë mbështjellësin e gypave të ngrohjes, dhe kemi fut aty prape, kemi kthy atë far llamarinën, kemi lanë aty dhe kemi thënë nëse të katërt ne vdesim, edhe këto le të mbesin këto. Nëse njëri prej neve jeton, atëherë kjo është emanet i medresesë dhe kjo duhet ruhet këto. Alhamdulillah pe Zotit, kur jemi kthy, kemi shku bashk, i kemi parë, i kemi marrë ato mjete, dhe me ato pak mjete pastaj për nevojat ditore, kena fillu punën në medrese. Pas luftës duhet përmendi këtë edhe të them, unë si drejtor dhe në vitin 2003, për të falenderuar për punën e medresës. Kanë ardhur 2 persona, vetëm 2, që jam falenderu për atë kontribut madh, jo ma shumë. Këta ndoshta nuk e kanë dëgju thënjën e Muhamedit a.s. kur thotë që ai që nuk falenderon njerëzit nuk ka falendëruar Zotin. Ai është Bajram Kusumi, që ka zhvilluar një aktivitet madh aty dhe erdhe dhe tha, unë ju falenderoj nga zemër për atë kontribut që keni dhënë për shtirimin e vendit, e kështu me radhë, e pini një kafe dhe shkoj. Ka ardhur dhe ish ministri i arsimit me njerë pas luftës, Recep Osmani, i cili është ullë në zyre tonë dhe thot, a bën më në tërgu çka mund të bëj për medrese. Se medreseja ka bët pa mundshëm për arsimin shqip. Kemi bërë atë që kemi pas bashkë atë dhejot, që kemi pas bashkë vendit, e dikush ka bërë shumë më shumë se ne. Ta janë fliju për vendin. Ta janë shahidët, ta janë dëshmorët e kombit tonë, që si pas fesë sonë islame, janë vetmit që i madhi Zot Gjellëshanuhu ju ka garantuar xhenetin. Në vitin 1997, medreseja shënoi një hap të rëndësishëm në historinë e saj, hapjen e klasave për vajza. Ky vendim pasqyrante angazhimin e institucioneve arsimore për të siguruar arsimim të barabartë për të dyja gjinit. Me këtë hap, medreseja jo vetëm që forcoi misionin e saj edukativ, por gjithashtu kontriboi në fuqizimin e gruas në shoqërinë kosovare. Nuk është unë se kom pas ide se do të hapet një medrese e rregullt. Medreseja kishte qenë në atë kohë, po flasim për vitet 97, kishte qenë medrese me korrespondencë. Ama ajo dëshira edhe vullneti për me ditë diçka për fe, unë në atë vit do me thonë të pranoja që të shkollosha edhe me korrespondencë. Po dashti Zoti që mu në atë vit, në 97-ën, hapet medreseja e rregullt, edhe unë e kuptoj pasi që unë vendosit për të mësoj medresejën. Kjo konë prej mirësive dhe prej dhuntive dhe prej begative të Zotit subhanahu wa taala, kur ti e ki njetin Zotit lehtëson atë shumë punë, sa që se shumë ka dallim medreseja do me thonë e rregullt edhe me korrespondencë. Kemi qenë 37 vajza kur jemi regjistruar në vitin e parë të medresesë. Ndoshta kur na kam pa ashtu, jo pse kemi qenë të tëra të mbuluara, po kemi qenë një pjesë të mbuluara. Ndoshta ka qenë pak sa e çuditshme kur na kam pas se s'ka pas përpara, ke pas do me thonë vajzat e mbuluara në atë kohë i ke njoft, se kanë qenë numri tepër i vogël. Kështu që kur kemi filluna, pak sa ka qenë i çuditshme, pak sa edhe ka pas paragjykime, ndonë se këto paguhen, kanë rroga, po paguhen prej shoqatave të ndryshme, po me gjitha ato prapë për neve, kjo vetëm ka qenë një motiv që neve me vazhdu akoma, mu botë sukseshme akoma, edhe mi arrit qëllimit edhe ambicit. Në vitin 97, neve kemi fillu mësimin në objektin
ku tani Bashkia Islame e Kosovës, jo ku është medreseja, ku është tani do me thonë. Edhe ka qenë një objekt shumë i vjetër, shumë antik. Po me gjitha ta, Miftio, drejtori, është mundu që ta rregullojë e ta bëj ambient shkollë, ta bëj shkollë, se ajo ka qenë sikur shtëpi, si një shtëpi antike, një shtëpi e vjetër, një shtëpi. Po pastaj është aq bukur o rregullu, sa që e kemi pas edhe me tepiha. Do me thonë, kur jemi fut me këpucë tjera në brenda objektit shkollor, kur kemi dal me këpuca që ecim rrugës. Shumë ka pas rregull, ka pas pastërti, ka pas gjanat cilat nuk ke mujt me i gjetë në për shkollat e tjera. Pastaj pas disa viteve, normal që është bo objekti tjetër i medreses, është ndru, do me thonë, është ndru vendi, prej këtu ka kalu tjetër vend, pastaj tek medreseja djemve. Kushtet ekonomike, të them kështu si medrese, ndoshta me krahasu me shkollat e atëhershme kanë qenë ma mirë, po me gjithë ato kanë qenë të vështira. Mandej kemi pas të banojmë, nuk ka pas konvekt në atë kohë. Neve kemi banu në për shtëpia private. Kushtet kanë qenë të vështira, ama për kundrazi dëshira dhe vullneti ka qenë çdo herë që jo Zoti na rujt, më ndërprej që s'ka ardha ajo, adin ajo s'është mendu një herë jetë. Ama çdo herë jemi mundu që me qenë suksesshme, me qenë m'ia jep një imazh kësaj shkolle ashtu se si e meriton. Ama me thonë drejtën, neve kemi pas edhe suportin apo ndihmën prej Miftiu tanishëm, atëherë ka qenë drejtor. Ai çdo herë thonte, ju vetëm sani unë çdo gjë për juve në këtë jetë e bëj. Ju apo doni me shku në shëtitje, unë kom e realizu. Çka po doni ju në këtë jetë, edhe ushqimin e binte falas. Do me thonë Miftiu i tanishëm, e qesha drejtor, vetëm që na me arrit. Na me qenë ajo shkollë suksesshme, me qenë një, si të them, u bënëm familje e dytë, me plot kuptimin e fjalës. Ashtu unë ndishe mirë, unë ndishe rehatshëm, unë ndishe qetë, ngrohtë, ambient familjar, po në njëjtën kohë kish edhe mësim, kish edhe disiplinë, kish edhe rregull, kish edukat, kish marifet, gjitha këto ishin në medrese. Lidhja me medresen nuk është thjesht për librat apo mësimet që marren, por për përvojën e jashtëzakonshme të ditëve të para, kur gjithçka ishte sfidë dhe fillim i një ëndre të madhe. Çdo përpjekje e tyre, e vogël apo e madhe, bëhej pjesë e një trashëgimie që do të frymëzonte breza të tërë. Unë kam qenë bari dhe kam mund të mbetem një bari si i vitit 59 dhe në vitin 2025. Kam mund të mbetem. Po viti 59, për ati i bariut, për Hafiz Bajram Aganit, e tash kalimi është në për medrese. E kjo tash është merita e Hafiz Bajram Aganit, është e medreses ultës, shku me shkallë. Medresja mesme më ka dhënë maturën, po s'ka mund të ma jap maturën pa më pasat medresen tjetër. Kjo është tash merit që i përket medreses, është ai ushqimi. Ky tash nuk është infuzion, se infuzioni jepet kur je smut. Nëse nuk e kam gabim tash në këtë farë procedurë që e përmendi, pa ka qenë ushqimi vazhdueshëm. Që më ka furnizu me qatë ushqim që është dasht me më furnizu, edhe kam shpresë që ja kam këthy një farë mënyre atë borgjë, që më ka shti borgjë, jam mundu që ja këthy, po babës e nanës edhe shkollës nuk i këthet borgjë asë njëherë. Ashtu është ajo. Unë me medresën asë njëherë nuk e kam shkëput lidhjen, edhe aktualisht përpiqem që ta mbaj, e kam mbajt deri vonë, e kam mbajt ma fort, e kam mbajt ma aktivisht, kam qenë ma shpesh, kam qenë edhe kam vizitu, edhe kam furnizu me botimet e mija që ka kam botu. Në kohët fundit ma pak kam mundësi fizike, por gjithmonë medresja është në mu, unë jam medrese. Në format ndryshme. Jam medrese, besoj të gjithë nxënësit e medreses, diçka u ka ranë dorë, sidomos Kurani u ka ranë dorë gjithëve për këtimi Kuranit, po dhe i librave tjerë. Unë me dijet time
jam mundu që në medrese çdo gjë që kam botu, kur kam fillu të botoj, kam fillu vitit 83, më duket, që kam botu një libri parë që kam botu, është vitit 83, mandej ka vazhdu, këndej të gjithë, i kam deponu në bibliotekën e medreses. Ka lemi, lapsi edhe letra nuk zaventëson me telefona, me televizion, me radio, me interneta nuk zaventëson. Po e them se sa herë që shkojnë në medrese, shpirti malë në bëhat. Medresen e kom pikë dobet. Medresen e kom si dritat e syve të mi. Kështu që kur i shoh, sidomos në amfiteatr, po edhe në basën e xhamit, medrese, nxënësët, krejt të ri, po edhe arsimtarët e tyre të ri, të cilët në ndërkohë kanë qenë edhe në zonës tonë. Ashtë ajo të gjithë, po disa për tyre, po kjo ma bon shpirtin mal. Edhe automatikisht ma kujtojnë edhe rinin time ku kam qenë në zonës, edhe përgjegjësinë time atër si në zonës, po edhe natyrisht i shoh edhe rrudhët e te ata i shoh rrudhët e ballit. E shoh edhe që vitet kanë ikë. Ti jesh besimtari mirë, do të t'jesh edhe adhetari mirë. Një besimtari mirë nuk mund mos me qenë adhetari mirë. Në vitin 98, kujtohet, është edhe e botun edhe në gazetën Bujku atër. Unë i kam ble 150.000 fletore, 20.000 lapsa, 20.000 goma, e tjera në çanta, edhe i kam dërgu për gjithë fëmijët në Drenicë, edhe në rajonet tjera të luftës. I kam këto dokumente, do t'i botoj. Shko do më thonë që sa kemi pas në luftë, kur granatoj, kur gjithë shka, ne i dërgojmë 150.000 veç një herë, edhe shumë herë tjera, në rajonet e Drenicë, për të mësu fëmijët tonë qofshin edhe nën ato, si thojnë aty në najlonat, që kanë qenë atë kohë. Ma neve në ka dhinë shpirti që fëmijë jonë të mos mësojt, mos ketë ku me shkru gërmen A, alfabetin tonë të shajtë. Dhe këte kemi bërë, dhe ne njemi krenar. Por ajo që mbetet, po them është kjo që nuk harrot kur dot, është kontributi që ka dhanë medrese dhe personeli i saj, që është grandios, është tepër i madh, gatishmëria e nxënësve e përditshme për të qenë shërbim të çështjes, duke barë, duke ngarku e shkarku gjona, që s'po përmendi çka dhe si. Pastaj kompaktësia që ka qenë në mes punëtorëve të medreses, rolin që ka pas medreseja, pritjen dhe përcjelljen e mira aktivistëve të natyrave të ndryshme që kanë ardhur në Kosovë, edhe as ndërkombëtar, që ka pas shumë, që vinin me politikanet tonë bashkë, dhe puna praktike që është bën medrese për të siguruar nxënësve dhe kushte edhe më të mira për mësim edhe në ato kushte të luftës. Nuk mund të shkruhet historia në mënyrën e drejtë ashtu si është, pa u shkruar edhe roli, kontributi që ka dhenë, po them për Prishtinën dhe për kombin medreseja. Por nuk mund të shkruhet as historia e pas luftës, në mënyrën e drejtë, pa shkruar për kontributin që ka dhënë Bashkia Islame e Kosovës për shlirimin e vendit. Unë e shoh medresen si vendi ku e ruan shoqërinë, ku i ruan djemtë dhe vajzat tona prej shumë dukurive negative, të cilat me çdo mënyrë po mundohen që të futen në shoqërinë tonë. Unë e shoh se ajo vend dhe ajo shtëpi dhe ajo shkollë, thënë më mirë, është ajo ku mundohet të ndaloj këto dukuri të cilat po i shkatron shoqërinë tonë. Unë bëj thirrje nga ky vend që fëmijët e tonë
që familjet tona të mundohen t'i orientojnë fëmijët e tyre, se besoj as edhe një familje që don me pa fëmijën e vet aty ku nuk duhet. Ama nëse dojnë që fëmijët e tyre të rriten pa drogë, pa lëndë narkotike, pa vjedhje, pa hajni, pa gjërat e cilat neve po i shohim në shoqëri, unë them se ja vlen të regjistrohet, të edukohet dhe të shkollohet një fëmijë në medrese. Unë them se me kujtimet më të mira që do të shkojnë nga kjo dunja, njëra prej tyre është medreseja. Të gjithë medresantit janë shumë të përkushtuar rrugës së lidhjeve me kolegët e tyre, edhe njihemi, domethënë, përpos medresës edhe me shumicën e tyre kemi qenë edhe në studimet e mëtejshme që kemi pas, por me medresën e kemi një lidhje emocionale të gjithë. Dhe është bo si pjesë e identitetit personal të atyre që kanë kryer medreset. Domethënë, medresja ka lënë një vullë të pashlyeshme nga personaliteti i atyre që kanë kryer medreset. Medreseja Alaudin ka ditur të ecë përpara edhe në kohët më të vështira, duke mos e humbur kur misionin e saj. Nga drejtuesit që bartën barën e përgjithësisë e deri tek ata që ruajnë kujtime të largëta. Të gjithë na treguan se medreseja nuk është vetëm një hapësirë mësimi, por një vend i dijes dhe vlerave.